Personat të cilët kanë kërkuar azil në Britani, por janë refuzuar, mund të përfundojnë në Kosovë. Kjo pasi kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka shprehur gatishmërinë që të njëjtit të vinë këtu. E si këmbim, Kurti ka kërkuar që Kosova të marrë mbështetje në fushën e sigurisë. Një gjë të tillë po e shohim vështirë të realizueshme nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Begjet Shala nga KMDL-një thotë se vendi nuk ka kapacitete për planimin e azilkërkuesve të refuzuar nga Anglia. Kosovë nuk ka kapacitet as me akomodu, po as me mbikëqyrë, sepse ata në qoftë si merrin Kosovë. Aty nuk mund të futni në burg. Ata i kanë do drejta si mas drejtës ndërkombëtare dhe ju ato drejta nuk mund të plotësoni dhe automatikisht ju do të identifikoheni si shkelës i të drejtës njeriut. Se cilat janë anët negative nga pranimi këtyre migrantëve, i tregon edhe njësi çështjeve të migracionit Refke Morina. Nëse Anglia nuk e merr përsipër disa shpenzime të tjera, mund të ja lënë institucionet tona të bëjnë pagesën e tyre. Gjithashtu edhe integrimi i azilkërkuesve do të huaj që në Angli që vinë këtu, kërkon një punë sistematike, një përkushtim vazhdueshëm sistematik. Derisa sipas tij, kjo mundësi ka edhe anët e saj pozitive. Ajo është e mirë se edhe punësohen, do thotë qytetarët kosovar punësohen në qendrën e azilit. Gjithashtu një e mirë tjetër që e shoh unë është në aspektin diplomatik dhe politik, për arsye se Kosova me aq sa mundohet t'ju ndihmoj Anglisë dhe vendeve tjera, në mënyrë që dhe i dikun t'ja kthej atë që ata kanë bërë për neve. Muaj me parë qeveria në detyrë e Kosovës ishte shprehur e hapur për të biseduar me Britaninë për ndërtimin e qendrave për strehimin e azilkërkuesve të refuzuar nga ky vend. Po ashtu, Kosova pajtua të strehoj 50 migrant nga shtetet e treta që qëndronin në SBA.